Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i sfidon publikisht vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij. Në ankimimin drejtuar gjykatës kushtetuese, Velia i argumenton se veprimi i ekzekutivit është në kundërshtim me Kushtetutën dhe nuk ka bazë ligjore. Sipas kryebashkiakut, neni 115 i Kushtetutës kufizon qartë mundësitë e ndërhyrjes së pushtetit qendror në mandatin vendor dhe përcakton që një kryetar bashkie mund të shkarkohet vetëm për shkelje të rënda të ligjit ose Kushtetutës. Ai thekson se çdo tentativë për të shtuar kriteret e reja do të dobësonte autonominë vendore dhe do të shndronte kryetarët e bashkive në funksionar administrativ të shkarkueshëm arbitrarisht. Velia i gjithashtu shpjegon se neni 62 i ligjit numër 139/2015 nuk krijon arsye të reja për shkarkim, por përmend vetëm 2 raste specifike: dënim penal me vendim të formës së prerë dhe mungesën e pajustifikuar në detyrë për 3 muaj rresht. Ai argumenton se mungesa e tij e shkaktuar nga paraburgimi apo pamundësia objektive nuk mund të konsiderohet shkelje e rëndë. Në kërkesën e tij, Velia i kujton edhe vendimet më parshme të gjykatës kushtetuese ku theksohet se ligji duhet të interpretohet gjithmonë në përputhje me Kushtetutën dhe se nuk mund të krijohen rregulla që shkelin parimin e supremacisë kushtetuese. Ai nënvizon rëndësinë e afatit për ankimim duke theksuar se afati 15 ditor llogaritet nga momenti kur interesuari merr dieni për vendimin, që në këtë rast është zbotimi në fletorin zyrtare. Velia i paralajmëron se interpretimi i qeverisë për mungesën e tij si arsye për shkarkim krijon një precedent të rrezikshëm duke shndruar mbrojtjen kushtetuese në mjet për të justifikuar vendime politike. Ai nënvizon se një interpretim i tillë do të dobësonte rolin e gjykatës kushtetuese si garant i rendit kushtetues dhe do të sfidonte ndarjen e pushteteve.